O ju muslimane, kijani frikën Allahut dhe jini në një dijeni të plot për një sprovë të madhe po që po na pret. Kijani frikën Allahut dhe mësojeni mirë se kjo sprovë e madhe nuk është e lehtë. Prandaj ruani nga kjo sprovë duke u lutur Allahut te baraka ve teala. Kjo sprovë është sprova më e madhe që do kalojë njerëzimi që nga Ademi alayhis salam e derisa të bëhet kiameti. Për këtë sprovë të madhe kanë njoftuar të gjithë pejgamberët pa përjashtim. Edhe pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka njoftuar dhe paralajmëruar. A e dini kush është kjo sprovë vëllezër? Është sprova e Dejjalit. Po vallahi, ndoshta dikush është edhe e parë që po dëgjon. Po sprova e Dejjalit, këtij mashtruesi kaq të madh, dhe vetë fjala Dejjal do të thotë mashtrues. Domethënë ky është sprova më e madhe për këtë ummet dhe për gjithë njerëzimin. Do vi para kiametit, do t'i mashtrojë njerëzit dhe do t'u thotë njerëzve që unë jam Zoti juaj. Ne ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Dejjalin me hadithin e Tamim ad-Darit, i cili thotë: një ditë prej ditësh dolëm në anije, hypëm 30 burra dhe ecëm në përdet, mirë po deti u turbullua dhe ja një muaj ecëm në përdet dhe nuk po gjejmë dot rrugën. Dhe mas një muaj rresht dolëm në një breg të detit. Dhe kur dolëm në atë breg të detit, tha, u ulëm aty në një anije të vogël, në një varr të vogël, derisa perëndoi dielli. Kur paprit pas na doli një kafsh apo një krijes me qime shumë, me lesh shumë, me aq shumë lesh sa që nuk shivesh as fytyra nga pjesa e mbrapme e tij. Aq shumë me lesh ishte kjo krijes. Dhe i thon: mirë për ty, kush je ti? Pa e pyesin këta arabët: kush je ti? Ajo i thot: unë jam Gjessasa. Gjessasa do thot spionja. Unë jam spionja. Dhe i thon ato: çfarë do thot Gjessasa? Ajo i thot: hajde shpejt se po ju pret një burr. Dhe thot Tamim ad-Dari bashkë me këto burra që ishin bashkë, thot: kur thajde se po ju pret njëri shpejt, u friksuam se mos po na çon tek ndonjë djall, tek ndonjë shejtan. Dhe shkuam me të deri tek një shpellë. U futëm aty brenda, thot, dhe ç'të shohim një njerëz që s'e kishim parë kurrë, dhe u friksuan shumë prej tij. E pyetëm: mirë për ty, kush je ti? Ai tha: ju tashmë më njihni, pra më pat, po më tregoni ju kush jeni. Dhe ata thanë: ne jemi arab dhe kështu na ndodhi, domethënë, i tregon historinë që ndodhi në det. Dhe u ndalëm ke kjo, domethënë, ke ky bregu i lumit që në të ndodhesh ti, pa ke ky ishulli jot. Dhe ky thot: a është tharë, thot, lumi i Taberis? I pyet, domethënë, bën disa pyetje, po i pyet për disa gjëra ata. A është tharë lumi i Taberis, tha? Ata thanë: jo, lumi është plot e përplot me ujë. Tha: do vi një ditë që do të thahet ky lum. Dhe tha pastaj: a jep fruta më ajo pema e Bejsanit? Pa a jep hurma akoma? Pra a japin hurma këto lloj degësh, kjo lloj palme? Ata thanë: po, jep fruta plot e përplot. Pastaj ai tha: po burimi i zugarit që njerëzit mbushin në to, domethënë, dhe ujisin tokat e tyre, a ka më ujë? Than: ka ujë akoma, dhe njerëzit ujisin tokat e tyre me këtë ujë. Tha: a ka dalë një njeri, një profet në radicën e arabik? Than: po, ka dalë. A e luftuan njerëzit? Tha: po, than ata, e luftuan njerëzit pafund. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njerëzit e luftuan. Tha: e si përfundun njerëzit? Tha Tamim ad-Dari, ky sahabi i nderuar, ky shok i profetit, i tha Dejjalit: njerëzit postën nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa imposti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ata e kundërshtuan fillim, e luftuan fillim, mi po me kalimin e kohës ata e pranuan Islamin dhe u bën musliman. Kështu që ai imposti ata. Dhe tha Dejjali: shumë mirë kanë bërë, se kjo është më e mirë për ta që ta besojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tha: sa më përket mua, unë jam Dejjali. Unë do të dal një ditë prej ditësh kur të plotësohen shenjat e mia. Pra këto gjëra që i pyeti Dejjali nuk pyeti kot. E pyeti për lumin e Taberis,
Jo më kot, sepse do vi një ditë që ky lum do thahet. Dhe kur thahet ky lum, tregon se Dejjali ka për dal. Nuk pyeti kot për pemën e Bejsanit që nxjerr fruta, sepse kur të thahet kjo pemë dhe nuk do nxjerr më fruta, Dejjali ka për të dal. Nuk e pyeti kot për burimin e Zugarit që njerëzit u isnin tokat e tyre, sepse do vi një ditë që do thahet ky lum, ky burim. Nuk pyeti kot për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a ka dalë apo nuk ka dalë, sepse dalja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një prej shenjave të kiametit që është afru kiameti tashmë. Dhe pastaj tregoi për veten e tij dhe tha, unë jam Dejjali, tha, dhe pres që të më jepet leje dhe të dal. Pa do të dal një ditë dhe thot do të shëtis tokën për 40 ditë. Dejjali o vëllezër do të shëtis tokën për 40 ditë, gjithë tokën, pa përjashtim. Do t'ja jap Allahu mundsinë. Dhe një ditë e përshkruan pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe thot, një ditë do të jetë sa një vit. Pa nga këto 40 ditë që do të qëndrojë tokë Dejjali, do të shëtis gjithë tokën dhe nuk do të lejë fshat dhe qytet pa hyrë, një ditë do të jetë sa një vit. Kurse dita e dytë do të jetë sa një muaj, ndërsa dita e tretë do të jetë sa një javë, do të thotë do të jetë gjatësinë e një jave dita e tretë. Ndërsa ditët e tjera, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të jetë si ditët tona normale, pra një ditë do të jetë 24 orë. Pra 3 ditë e para do keni ndryshim, kurse ditët e tjera deri tek dita e 40 do të jenë njëjtë si këto ditët tona që ne po jetojmë. Dhe thot Dejjali i mallkuar që do të shëtis gjithë tokën pa përjashtim përveç 2 vendeve. Në 2 vende nuk futen dot tot. Në Mekë dhe në Medinë. Në këto 2 tokat bekuara nuk futet Dejjali. Pra në Mekë ku është Qabja dhe në Medinë ku është xhamia e Profetit sallallahu alajhi wasallam, pra pjesën e Medinës nuk futet dot. Thot Medinë, thot Dejjali, në Medinë nuk futen dot për shkak se thot sa herë që tentoj të hyjnë në Medinë për t'i mashtruar njerëzit, thot 2 melajqe në 7 dyert e Medinës do më dalin me shpata të zhveshura dhe do më godasin, nuk do më lejojnë futen. Pra o vëllezër, ky Dejjali është mashtruesi më i madh. E përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Dejjali thot është me kokë të madhe. Ka një sy të verbër, syrin e djathtë e ka të verbër. E ka një kokër si koka e hurmës, si koka e rushit të thatë, i cili noton në përsyrin siç noton ajo domethënë kokra e rushit të thatë në për ujë. Dhe syrin tjetër, syrin e majt, e ka të dëmtuar, sheh po e ka të dëmtuar. E ka të përveshur apo të veshur me mish. Dhe do të ketë pak të futur, domethënë të fshirë. Dhe Dejjali pra do të ketë edhe shumë flok, do të jetë shumë me flok shumë të mëdhenj, të dendur. Do të jetë trup madh, por i shkurtër në trup, në fizik. Do të jetë me këmbë të hapura si me hark. Dhe subhanallahu, Allahu këtij Dejjalit do t'i jap, domethënë disa mrekulli që ti të mashtrojë njerëzit me to. Dejjali në pamje është, domethënë është me ngjyrë të bardhë, të veshur në ngjyrë të kuqeremt. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, kur ta shihni mos u mashtroni prej tij, sepse ai është i verbër nëse Allahu nuk është i verbër, tha. Sepse shumë njerëz do të mashtrojnë prej tij, do të mendojnë se është Zot. Prej gjërave që do bëj Dejjali është se do t'i thot një njeriu, unë jam Zoti yt, dhe njeriu nuk do ta besojë, do thotë ti nuk je Zoti im. Thot, po të të ngjall 2 prindërit e tu që të kanë vdekur para kaq vitesh, a do mbesosh? Dhe sjell Dejjali 2 shejtan në formën e prindërve të këtij personit. Dhe pastaj ky nga që e ka marrë malli shumë për prindërit e vet që kanë vdekur para shumë vitesh, e beson dhe thot ti je Zoti im, Allahu na ruaj. I thot Dejjalit, ti je Zoti im. E shumë njerëz do ta besojnë Dejjalin. Dejjali i mallkuar ka përdalë nga vendi i Iranit, nga Khorasani, nga një vend që quhet Jehudije, dhe nga aty do ta pasojnë 70.000 jehud, 70.000 çifut kanë për ta pasuar Dejjalin e mallkuar. Dejjali, siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam, do të vi me një kodër apo mal me buk, sepse në kohën kur do dalë Dejjali një 3 vite para, do të thahet toka dhe qielli nuk do të lëshojë më shi. Subhanallahu, sprovë e madhe. Dhe kur të dalë ai, do të lëshojë shi nga qielli, sepse e urdhon qiellin të lëshojë shi dhe lëshon. Ja ka dhënë Allahu këtë mundësi, që t'i sprovojë njerëzit që shohin kush do besojë dhe kush jo.
Dhe toka do të jetë shumë e thatë, që s'do të nxjerrë asnjë lloj bime. Mi po ai do ta urdhëroj tokën, do të thotë nxirë o tokë ato gjërat e tua, pa prej bimëve, nxirë edhe thesaret e tua, prej florinjve, prej diamantëve kështu me radhë. Dhe njerëzit kur ta shohin do të sprovohen për kësaj mrekullie dhe do ta besojnë që ai është Zoti i tyre, Allahu na ruaj Rabbel Alamin. Po ashtu Dejjali, siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam, do të ketë në dorën e djathtë të tij, pa në njërin dorë do të ketë ujë dhe në dorën tjetër do të ketë zjarr. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në dorën që ka ujin, aty është zjarri. Është e kundërta. Nëse se thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nëse ndesheni me Dejjalin, thot ju largoni sa më shumë prej tij. Po nëse ndesheni me Dejjalin, pa qëlloni ballë për ballë me Dejjalin, çfarë do bëni? Thot atëhere, nëse shihni Dejjalin përballë jush, në dorën që ka ujin mos ju afroni, se aty është zjarri. Ndërsa në dorën që ka zjarrin, aty mbyllni syt dhe futuni dhe pini ujë aty, sepse është ujë i ftohtë dhe i freskët. Po ashtu Dejjali do të përballet o vëllezër me një të ri i cili do të jetë besimtar i madh. Do të dalë nga Medinja një i ri, një musliman i mirë, i fortë, që do t'i thotë Dejjalit, ti je Dejjali mashtruesi për të cilin na foli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na paralajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Dejjali do t'i thotë njerëzve, sepse njerëzit do të habiten, si ka mundësi që kundërshton ky djaloshi, dhe do të habiten, do të marrniten dhe do të thonë, ndoshta ky nuk është Zoti ynë. Dhe Dejjali i thotë atyre për t'ia marrë prapë mendjen, i thotë, a do të mbesoni mu ju, domethënë nëse unë këtë e vras, këtë djaloshin dhe e ringjall prapë. Thonë ata po, patjetër. Edhe ky çfarë bën, e çan dysh, e vret domethënë këtë djalosh të ri dhe pastaj e ringjall prapë. Me lejen e Allahut, se Allahu e lejon. Mirë po, kur ringjallet ky djalosh i ri me besim të madh, i thot Dejjalit, tash u binda më shumë që ti je Dejjali, tha. Sepse e ka treguar pejgamberi në hadith që ky djalosh do t'i thot Dejjali ti je Dejjali. Dhe ky djalosh e kupton mirë kur Dejjali e ringjall prapë, thot tash u binda që ti je Dejjali, se i kishte dëgjuar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që flisnin për Dejjalin e mallkuar. Pra o vëllezër, Dejjali do t'i mashtrojë njerëzit. Dhe pastaj masi ky djalosh e kundërshton dhe i thot ti je Dejjali, tash u binda më shumë, Dejjali përpiqet ta vrasë, por nuk e vret dot. Nuk e vret dot se s'ia mundson me Allahu herën e dytë. Dhe çfarë bën Dejjali? Që njerëzit mos të lëkunden dhe mos largohen prej tij, e fut ke vendi, ke zjarri. Ndërkohë që zjarri është xheneti, subhanallah. Po njerëzit mashtrohen, thonë, "O, e futin zjarr", do friksohen. Ama ai që ka imanin e plot, që ka besimin e plot, e di që këtu ku e futi ke xhenemi, aty është xheneti. Pra o vëllezër, Dejjali nuk veçohet për shkak të fjalëve të tij apo të pamjes të tij. Jo vallahi, se pamjen e ka të shëmtuar. Po ashtu edhe fjalët nuk është se kanë një mrekulli. Por ku do mashtrojnë njerëzit? Do mashtrojnë për shkak të mrekullive që bën ai. Dhe Allahu Dejjalin e sjell si sprov për njerëzit. Prandaj o vëllezër, ne duhet dim rreth Dejjalit shumë gjëra. Prandaj unë vendosa që të marr hutbe për Dejjalin, të ligjëroj për Dejjalin, që ta dim se na pret një fitnë, një sprov e madhe. Prandaj profeti alayhis salam për të treguar fitnën dhe sprovën dhe sherrin e madh të Dejjalit, lutesh për herë dhe thoshte në namazin e tij para se të jepte selam: "O Allah, unë të kërkoj mbrojtje ty nga xhehenemi, të kërkoj mbrojtje ty nga dënimi i varrit, kërkoj mbrojtje ty o Allah nga sprova e jetës dhe vdekjes dhe të kërkoj mbrojtje ty o Allah nga sherri i Dejjalit." Po pashallah. Se e ka sherrin shumë të madh Dejjali, o vëllezër, pashallah. Duhet dim në Dejjalit shumë gjëra. Ta dim pamjen e tij që në momentin që përballemi me to, Allahu mos na sprovoft. Mirë, nëse përballemi me to, ta dim që ai është i verbër, nëse Allahu nuk është i verbër. Allahu është i bukur, Allahu është më i plotfuqishëm. Allahu është ndryshe nga ne që mendojmë. Kështu që kur të përballemi me to, nëse qëllojmë, Allahu mos na mundsoft të rabelajmë përballemi me to, se është provë e madhe, atëherë ta dim se me kë kemi të bëjmë. Kemi të bëjmë me një mashtrues që do të ketë sa mrekulli në dorën e tij. Allahu na ruaj rabelajmë prej sherrit të tij. Dejjali o vëllezër do t'i sprovojë njerëzit në besimin e tyre. Saqë thot profeti alayhis salam në një hadith, edhe ai njeri që mendon se është besimtar i fortë, ndonjëherë do të mendoj dikush se është besimtar i fortë. Përveç këtij djaloshi, ky do të jetë djalosh shumë i fortë, shumë i mirë, i cili do ta mposhtë Dejjalin, pra me besimin e tij.
Mirë po, do të kenë njerëz që do mendojnë se do ta mposhtin Dexhalin dhe shkojnë ke Dexhali dhe kur ta shohin veten e tyre janë bojo besimtar. Pse? Se Dexhali do t'i tundojë. Do t'i tundojë. Ai do të nxjerrë nga toka thesarët mëdhaja, saqë kur të ecë Dexhali, tutje do ta ndjekin thesarët nga mrapa, siç ndjekin ato bletët të parin e tyre, mbretin e tyre apo mbretëreshën e tyre. Subhanallah. Prandaj duhet kemi kujdes o vëllezër. Dhe Dexhalit i vjen fundi nga dora e Isait a.s. Pastaj zbret Isai a.s. nga qielli me 2 melajke. Zbret Isai a.s. nga qielli me 2 melajke. Dhe pastaj zbret në minaren e bardh, në Babul Lud që quhet, pra në Sham, në tokat e Shamit. Dhe e ndjek pra në Babul Lud, do ta nxej Dexhalin tek një kodër, tek një mal aty dhe do ta vras. Mirë po pas se ta vras te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Dexhali do të fillojë të shkri, si shkrin ajo kripa në ujë. E keni pas si shkrin ajo kripa në ujë? Edhe Dexhali kur ta shohë Isa alayhis salam do të fillojë të shkri. Mirë po Isa alayhis salam shkon dhe e vret me shpatën e tij të mpreft. Pse? Për t'ia vërtetuar njerëzve që ja ku është gjaku i këtij i cili pretendonte se është Zot. A nëse do ta linte Isa alayhis salam në gjendje do shkrinte komplet totalisht. Subhanallah. Dhe këtu përfundon sprova e këtij të mallkuari. Po ne duhet kemi kujdes o vëllezër. Ne duhet kemi kujdes të kërkojmë mbrojtje Allahut. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam tha në një hadith të saktë, kush i mëson 10 ajetet e para të surës Kahf, surja Kahf, surja e banorëve të shpellës, që lexohet çdo xhuma, kush i mëson se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 10 ajetet e para, 10 ajetet e para të surës Kahf, do të jetë i mbrojtur nga Dexhali. Allahu na ruajti ya rabbel alamin. Pra prandaj ne si muslimanë jemi të udhëruar, jemi të udhëzuar që ne ta lexojmë surën Kahf çdo ditë xumaje. Prandaj ju këshilloj juve o vëllezër, dhe në pa veten time, ti lexojmë këto ajete të surës Kahf. Dhe gjithë surën Kahf plotësisht, edhe ti mësojmë përmendesh që të ruhemi nga Dexhali dhe po ashtu të bëjmë lutjen sa më shpesh, o Allah, na ruaj neve nga sprova e Dexhalit. Allahu na ruaj nga sprova e Dexhalit. Mirë, përpara se ta mbyll, se disa mund të keq kuptojnë, do zbris ka Isa alayhis salam, po e vërtet është do zbres. Do të thonë disa, po krishterët atë do gëzojnë atë ditë se ka zbrit Jezusi. Jo. Isa alayhis salam kur do zbres çfarë do bëj? Do thyej kryshin, do vras derrin, do vras Dexhalin, do heq gjizjen, pa do heq taksën. Pra kur zbresin Isa alayhis salam të krishterës do të kenë më justifikim. Të krishterët thonë që Isa alayhis salam është i biri i Zotit ose është Zoti. Po Isa alayhis salam do t'i thotë atyre, unë nuk jam as Zoti, as biri i Zotit, po unë jam i dërguar i Allahut. Prandaj më besoni mua. E nëse të krishterët vazhdojnë prapë në devijimin e tyre, atëherë s'ka më xhennet për ta. Allahu na ruaj rabbel alamin. Pra Isa alayhis salam do zbres në fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Saqë në hadithe tregohet se zbret Imam Mehdiu para kiametit dhe çfarë bën? I thot Isa alayhis salam, dini imam i thot, subhanallah, shife, Imam Mehdiu do dal para kiametit. Imam Mehdiu është një soi si ne, njëri, mi po do ta veçojë Allahu atë për të vendosur drejtësinë tokë. Kur toka do të jetë kapluar me luftra, me zullume, sot është me zullume shumë, po kur të kaplohet, vështirësohet jeta muslimanëve, do dalë edhe Imam Mehdiu për t'i orientuar ata dhe për t'i treguar rrugën e vërtetë. Dhe i thot Imam Mehdiu kur zbret Isa alayhis salam namaz sabahut, i thot dil imam, i thot Isa alayhis salam. Isa alayhis salam thot jo, nuk dal imam unë, thot, i ti e parsor që dalesh imam. Pse? Sepse Imam Mehdiu është nga umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Qatë që këtu të regonë se Isa alayhis salam nuk do të vi me fe të re, do të vi me Islamin dhe me ligjin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj mos të gëzojnë krishterët se Isa alayhis salam bashkëton ata Jezusi, do zbes dhe do ta shihni kush është e vërteta. E vërteta është se Isa alayhis salam është musliman. Kjo është e vërteta, e pa diskutueshme. Dhe Allahu i madhëruar Isa alayhis salam e ngriti në qiell dhe akoma Isa alayhis salam është në qiell. Po pasha Allahun. Isa alayhis salam është në qiellin e dytë. E ka ngritur Allahu i madhëruar, sepse atëherë krishterët dhe çifutët tentuan ta vrisnin Isa alayhis salam, që me pretendojnë se e ndjekin. Tentuan ta vrisnin, mirë po
Allahu nuk i lejoj ata ta vrisnin Isajin a.s. e kështu e ngritin në qiell. Po pas se ta ngritin në qiell, i thanë zënës vet, zënës vet i tha, kush për jush do të marrë pamjen time? Pra Allahu do të mundsonte nxënësve të tij të merrte pamjen e Isajit a.s. Dhe njëri prej tyre tha, unë do të marr pamjen tënde. Dhe mori pamjen e Isajit a.s. pa njështin fizionomi, dhe njerëzit kur e vran, menduan se vran Isajin a.s. dhe e gozhduan. Por ndërkohë ata kishin vrarë këtë djalosh. Dhe jo Isajin a.s. Prandaj Allahu pse ngriti? Allahu është gjithdijshëm, Allahu është i urtë, nuk i bën gjëra kot Allahu. Isajin a.s. e ngriti në qiell për arsye që të vi para kiametit e Isajit a.s. të zbes në tokë dhe t'i thot krishterëve që keni qenë në devijim të plot, ju nuk më keni ndjekur mua, as nuk keni ndjekur rrugën e Allahut, keni ndjekur rrugën e shejtanit, prandaj ja ku jam tash i prezant. Jam para jush, po ju a them se rruga që keni ndjekur është e kot. Unë jam musliman dhe kaq. Dhe Isai a.s. pastaj jeton disa vite dhe muslimanët jetë të mirë, do të jeton një jetë të mirë. Pra toka do të vendoset vetëm drejtësi, vetëm siguri, nuk do të ketë luftra, nuk do të ketë asgjë të keqe. Aq mirë do të jetë në ditë, tregon në ditë, saqë edhe fëmia i vogël do të luajë me gjarprin. Po pasallahun. Lopa do të kullos me tigrin apo luanin. Delja me ujkun do të kullosin, nuk do t'i bëj asgjë. Zota haj, pse? Do të ketë paqe. Prandaj o vëllezër, nga kjo çfarë kupton ne? Çdo gjë që ndodh këtë botë, prej egërsisë së kafshëve dhe prej shkatrimeve që ndodhin tokë, prej luftave që ndodhin tokë, për çfarë është? Për shkak të gjunaheve tona. Sa më shumë gjunahe, aq më shumë zullum. Sa më shumë gjunahe, aq më shumë pasiguri. Sa më shumë gjunahe, aq më shumë frikë. Kurse kur vjen Isa alayhis salam, vendoset drejtësia në tokë. Nuk do të kemë gjunahe. Do të largojnë njerëz nga gjunahet. Do të kenë begatit mëdhaja, aq të mëdhaja do të kenë begatit, saqë një kalavesh rushi do t'i mjaftoj shumë burrave. Subhanallahu, aq bereqe do ketë. Aq bereqe do të ketë saqë njeriu që do të me dhën zakatin, do me dhën zakatin e pasurisë. Nuk e jep dot, pse? Se gjithë njerëzit kanë. Subhanallah. Prandaj o vëzër, dhe pastaj Isa alayhis salam vdes e varosin dhe pastaj njerëzit prishen prap. Njerëzit bëjnë të devijuar, fillojnë gjunahet prap dhe pastaj Allahu fillon me kiametin, e ne folëm për kiametin xhumas që kaloi, Allahu na ruaj. Por vëllezër, çfarë është gjunahu më i madh që shkatron njerëzimin? Gjunahu më i madh që shkatron njerëzimin kush është? Idhujtaria, shirku, adhurimi i dikujt tjetër me Allahut. Ky është gjunahu më i madh i cili neve na shkatron jetën tonë, pash Allahun. E keni pa ka musliman të cilët janë pesvakli, me mjekër, me gjitha mjetë, shkon atje, ke vendet pashtu quajtura të shenjta. Po atje janë rregullu njerëz, po atje janë shëru njerëz. Subhanallah, kë përpiqesh mashtrosh ti? Atje nuk janë shëru njerëz për shkak të asaj atij vendi, por Allahu i sprovon disa njerëz. Që kur shkojnë aty Allahu i shëron. Dhe ai mendon se u shëru nga vendi poshtë quhet i shenjtë, nga mali i tomorit, nga teqja, nga tyrbe, nga varre, kështu mendon njeriu. Po Allahu e ka sprovuar atë. Dhe njeriu pastaj thot, më shëroi ky vend. Jo vallahi, as xhamia nuk shëron, pashallah. As qabja, që është vendi më i shenjtë tok nuk shëron. Vetësa Allahu i madhëruar. Vetësa Allahu i madhëruar, ai na shëron neve. Prandaj gjunahu të cilit duhet i largoni sa më shumë, si ku largoni për ati tigrit dhe luanit nga Afrika, është shirku, idhujtaria. Mos me shku në teqe, mos me shku në tyrbe, mos me shku në varre, mos me shku në mal të morit, mos me shku në vendet të pashtu quajtura të shenjta, mos me shku në kulte fetare qoftë, mos me shku në xhamin për me adhuru xhamin, apo edhe mos me shku në përkisha ku ta di unë. Kur themi për xhamin, përkishat akoma më shumë. Por ta adhurojmë Allahun një vetëm bashkë. Kur të ngushtohet pjeta jote, mos thujo filan ndimo, mos thujo kish ndimo, mos thujo në xhamim ndimo, po thujo o Allah ndimo, edhe Allah ka për ndimo. Pra kjo është gjunahu më i madh që i ka bërë njerëzit sot të jenë në këtë gjendje ku janë. Pastaj me vin me radhë, vrasjet, magjia, imoraliteti, e shpifja për gratë të ndershme, sikur janë të pandershme, kështu me radhë. Pra shumë gjunaha janë ndikuese që ne të jetojmë në varfëri. Shirku, idhujtaria, që të adhurosh dikën tjetër të Allahut, apo vrasje që po ndodhin sot, apo imoraliteti, apo kamata, kredia që quhet sot me emrin e sotëm. Këto pasha Allahun e ka bërë vendin tonë dhe çdo vend botës që të jetojnë në varfëri plot.
Këto gjëra e kanë bërë që të pasurojnë të pasurit, të mëdhenjt dhe të varfërit të jetojnë një jetë skamorësh ku nuk kanë mundësi ta sjellin as bukën e gojës, e jo më të jetojnë një jetë normale.